Përshëndetje miq të Baçja Magjike. Sot do bëj lëngun e kumbullës. Siç e dini, unë në baçën time nuk lë asgjë të shkojë dëm. Këtë kumbulla i kisha mbledhur dhe sot do të marr lëngun e tyre, pasi tani në verë mund të pi më mirë lëngun e kumbullës që është një lëng natyral, se sa ato lëngje që merren nëpër markete. Siç e dini, kumbulla është e pasur me vitaminë C, e cila ndihmon sistemin imunitar. Përmban antioksidantë që ndihmojnë në mbrojtjen e qelizave nga stresi oksidativ. Është burim i mirë i fibrave, të cilat ndihmojnë tretjen dhe funksionimin normal të zorrëve. Përmban kalium, një mineral i rëndësishëm për zemrën dhe presionin normal të gjakut. Ka përmbajtje të lartë ujë, ndaj ndihmon në hidratimin e organizmit. Konsumimi i kumbullave mund të kontribuojë në një dietë të shëndetshme dhe të ekuilibruar. Si fillim, kumbullat e mbledhura i laj dhe i pastroj nga bishtat, i vendos në një enë dhe i zjej për gjysmë ore. Unë këtyre kumbullave nuk ua heq farat, pasi kanë shumë lëng dhe mund të shkojë dëm lëngu. Pra i vendos në enë ashtu siç janë. Nuk ushtoj ujë fare, i lë në lëngun e tyre. Pasi i zjej një gjysmë ore, i përziej disa herë, kulloj lëngun në një sitë. Mbetjet unë i bëj reçel, nuk i hedh. Lëngun e kulluar e kulloj dhe në një sitë më të imët, në mënyrë që këto mbetjet e tullit të hiqen. E vendos në një enë lëngun dhe e zjej për 10 minuta. Unë i shtoj një gotë sheqer në mënyrë që të ruhet më mirë. Duhet pasur parasysh që kumbulla është shumë e ëmbël, këtë shkumën që bën sipër lëngu e heq me lugë. Për t'i ruetur, përdor enë qelçi, kavanos ose shishe. Unë do t'i fus në shishet e salcës, pasi kam kapak të rinj. Lëngun që është duke evaluar, e hedh në shishe në mënyrë që të izolohet sa më mirë. Shishet më përpara i sterilizoj, pra i fut në furrë me 100 ose 120 gradë. Ose mund t'i valosh në ujë, pra sterilizimin mund t'a bësh në 2 mënyra, unë zakonisht i përdor në furrë. Kapakët e shisheve duhet të jenë të papërdorur, pasi me kapak të përdorur nuk izolohen, pra nuk krijon vakum dhe ajo mund të thartohet. Për ta përdorur si pije, e përdor me ujë, disa mund ta ëmbëlsojnë ose nuk e ëmbëlsojnë. Kjo kumbull është kumbull që ka shumë lëng dhe është shumë e ëmbël dhe nuk ka nevojë fare për ëmbëlsim. Mund të përdorni dhe kavanos, por unë kavanoset më shumë i ruaj për turshit, pasi turshia është shumë e mirë në kavanozën e qelçit, pra në këto shishet e salcës, të cilat i kam sterilizuar dhe i kam përdorur me kapak të rinj. Edhe pse lëngu ruan një pjesë të vitaminave dhe antioksidantëve të kumbullës, fruti i plotë është më i pasur me fibra. Prandaj të dyja kanë vendin e tyre në një ushqyerje të shëndetshme. Nëse të pëlqeu video, bëj like dhe abonohu në kanalin Baçja Magjike. Ruaje videon dhe ndaje me miqt. Faleminderit që më ndiqni.